Mendoj se Zotri Ibrahimi po edhe këto frontmenët, dy frontmenët tjerë të alternativës që janë Zotri Afrim Gashi dhe Zotri Bekim Sali, do me thonë gjatë veprimtarisë tyre politike, çka i karakterizuar është që nuk ka pasur tek ju asnjë për këtë periudhë 11 vjeçare asnjë aferë, do me thonë korruptive dhe asnjë skandal korruptiv. Dhe ndërsa parat moral dihet, as mos flasim, as që diskutohet ajo, dhe prandaj unë mendoj se kjo do t'jetë një humbje për politikën shqiptare, për shkak se nëse e thash se tani në këtë periudhën e re duhet të bëhet një luftë e pa kompromis kundër korrupsionit, mendoj se ne si shqiptar të Maqedonisë së Veriut kemi nevojë për figura të cilat nuk janë të korruptuara, të cilat janë të pastra, edhe si nga aspekti moral të pastra, por edhe kështu nga aspekti kombëtar me ideale, dhe prandaj unë si qytetar, do me thonë, mund të them se ndoshta edhe nuk e kam pritur mirë, për shkak se mendoj se Zotri Ibrahimi, po edhe figura tjera në alternativa kanë edhe shumë çka për t'i dhënë, do me thonë vendit tonë.